Sot ishim në seancë sipas ligjit 248 për marrjen në pyetje të personit arrestuar. Ishte caktuar më parë masa sigurisë në arrest në burg në mungesë, u bë verifikimi i kushteve, përfundimisht gjykata vendosi vazhdimin e masës sigurimit të arrest në burg. Patët pretendime për Po, këtë masë? absolutisht po. Atëherë, jemi plotësisht dakord të është një ngjarje shumë e rëndë, ka cënuar sigurinë e sistemit drejtësisë të burgjeve çdo gjë, por ama përgjegjësia është personale, është individuale dhe çmojmë se kemi të bëjmë me një interpretim të gabuar të ligjit, akteve në ligjor në lidhje me detyrat dhe funksionet që ka një drejtues i një EVP-je në krahasim me policinë e burgjeve dhe në krahasim me personelin mbështetës. Pra, Atëherë gjithë akuzat që ka drejtori i EVP-s ka firmosur një shkresë nga sektori i shëndetësisë që duhet shkonte një parburgosur për vizitë në spital dhe i thënë pse nuk e ke verifikuar nëse ka vizituar apo jo mjeku i EVP-s. Në momentin ku mjeku i EVP-s firmos kartelen rekomandimin shkresë, do thotë që ajo ka vizituar, ajo ka parë. Kjo është gjithë akuzat që ka drejtori i EVP-s. do ta ankimoni? Absolutisht po.